Rruga e cila lidhte fshatrat e bashkisë së Selenicës ka rënë. Shirat, të cilat kanë qenë të rrëmbyeshëm gjatë vjeshtës dhe dimrit, kanë bërë që segmenti rrugor që fillon nga vajza në drejtim të 8 fshatrave të pësojë të tjera dëmtime, duke rrezikuar që të dalë jashtë funksionit. Pjesa më e dëmtuar e segmentit rrugor është ajo e cila fillon nga fshati Vajzë, kalon në parkun antik të Amantias, në Ploç dhe më pas dëmtimet vijojnë deri në Sevaster. Bëhet fjalë për rreth 15 kilometra segment rrugor që lidh krahinën e Sevasterit me rrugën e Lumit të Vlorës, me Selenicën dhe sigurisht me qytetin bregdetar të Vlorës. Një prej problematikave më kryesore që ka sot Sevasteri dhe njësia administrative, ku përfshihen disa fshatra, është pikërisht dëmtimi i segmentit rrugor. Rruga, duke filluar nga fshati Vajzë dhe deri në Sevaster, ka mbi 6 vende në të cilat ka rrëshqitur dhe gjithë pjesa e asfaltit është rrëzuar në pjesën kodrinore, duke shkaktuar një amortizim të mëtejshëm. Shirat e dimrit kanë bërë që kjo situatë të agravoj edhe më tepër, por ndërkohë që kanë kaluar muaj, ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e segmentit rrugor, i cili, kur do të ketë sërish shira në vjesht apo në dimër, rrezikon që të bjerë akoma dhe më shumë të shkatërohet duke izoluar një zonë të gjerë. Ky segment rrugor lidh fshatrat Golimbas, Dushkarak, Shkoz, Mazhar, Ploç, Lezhan, Amonic dhe Sevaster. Dikur në këto zona kanë qenë në total rreth 5500 banor. Numri i banorëve që jetojnë në këto fshatra sot është më i ulët, por sërish mbetet i konsiderueshëm. Nëse ky segment rrugor rëshket sërish dhe dëmtohet, ka rrezik që të dalë jashtë funksionit. Krahina e Sevasterit, nëse rruga bie, izolohet totalisht. Është një krahinë e cila nuk ka një dalje tjetër veç këtij segmenti. Kjo rrugë që po shihni në pamje është ndërtuar nga pushtuesit italian në 1928 dhe prej asaj kohe nuk ka parë më asnjë investim, veç disa ndërhyrjeve të pjesshme apo mirëmbajtjeve kur situata është rënduar tepër. Po flasim këtu për një aks të dikurshëm nacional që me anë të një ure lidhet me Tepelenën dhe përdorej më parë për të lidhur Vlorën me Tepelenën. Projekti i urës ka mbetur pezull i realizuar 80% dhe prej vitesh nuk po vijon. Bashkia Selenicë me fondet që ka është e pafuqishme që të rehabilitojë në total këtë segment rrugor pasi i mungojnë fondet. Aksi është nacional dhe duhet ndërhyrje nga qeveria shqiptare për rehabilitimin e tij. Sigurisht që projekti kërkon miliona që pushteti lokal i zonës nuk i ka. Kanë aplikuar për mbështetje edhe nëpërmjet projekteve në pushtetin qendror, por deri më tani nuk ka asnjë përgjigje.